në hetime dhe në arrest shtëpie dhe duke bërë Ramën viktimën i cili duhet zgjedhë anën ligjore që pa diskutim i takon gjykatës kushtetuese dhe ai thotë që unë nuk mund shkel ligjin sepse kushtetuta në një shtatë thotë që ju nuk e keni targetin për të pushuar zonjën Balluku. Dhe ai pa diskutim që thotë unë po ndjek procedurën ligjore. Në këtë rast ka ndihmuar Ramën që kërkoja. Unë në optikën time kështu e analizoj. Sepse ti mendojnë që gjykata kushtetuese do t'i japi Ramës të drejtë? Jo, nuk do t'i japi Ramës të drejtë, do t'i japi ligjit të drejtë. Do t'i japi ligjit të drejtë. E kuptoj, po. Në një shtat është i qartë. Po, në këtë rast e kam fjalën kërkesës së Ramës. Spaku duhet bënte kërkesë parlamentit për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Po në rast kushtetuta pa diskutim që do japi të drejtë ligjit, nuk i jep të drejtë palëve partijake, do t'i japi të drejtë nenit, do t'i japi të drejtë kushtetutës dhe pa diskutim që duhet respektuar sepse çdo person, qoftë zonja Balluku, qoftë kushdo tjetër, ka të drejtën të ketë një mbrojtje ligjore sipas ligjeve dhe rregullave të Republikës Kushtetuese së Shqipërisë. Unë kam një pyetje që më shqetëson. Bën vaki që gjykata kushtetuese t'i japi të drejtë GKK-s, pra pezullimit nga detyra. Nuk e besoj sepse në një shtatë e citon qartë që nuk e ka targetin për ta pezulluar. Pasi kryeministri propozon dhe presidenti ka të drejtë të mandatojë edhe të heqë dekretin për çdo ministër. Qartë. Po në rast se do të ndodhte e pandodhura, do të ishte një precedent i rrezikshëm? Nuk mendoj që do ndodhi, pasi besoj te ligji, besoj tek kushtetuta, besoj tek profesionistët dhe Shqipëria ka plot të tillë dhe pa diskutim që do ndiqet dhe do respektohet e drejta ligjore. Kjo u tregua me rastin Veliaj, besoj që njëjtë do funksionojë edhe për zonjën Balluku. E kuptoj. Mendojnë që kjo në fakt do t'ingelet, nuk mund të paragjykojmë drejtësinë, sigurisht, por mendojnë që në zbatim të ligjit dhe të kushtetues ndaj zonjës Balluku do të ndiqet një proces gjyqësor që do të bëjë drejtësi në fund edhe në lidhje me akuzat ndaj saj. Të mos harrojmë, janë në lojë 210 milion euro tek loti 4 i Unazës, tuneli Llogaras dhe 450 milion në gjithë Unazën në tërësi. Mendojnë që do të ketë një vendim të drejtë nga drejtësia, nga gjykata? Pa diskutim, por duhet presim dosjen e plotë, duhet presim pa diskutim gjithë procesin ligjor dhe pastaj t'japim një opinion saktuar mbas provave dhe fakteve dhe jo ndërmjet hamendësimeve që secili mund të ketë sipas orientësit të tij personal. E kuptoj. Nuk e di nëse ke menduar që zoti Rama, ndoshta bashkë me zotin Berisha, ose dhe pas zotin Berisha, po më shumë me zotin Berisha, për shkak të numrave që i duhen, mund të dojë të ndryshoj, po themi, sistemin e drejtësisë, nëse, po themi, i shtrëngohet laku, ne kishim edhe një lajm dje. Unë mendoj që zoti Berisha do jetë i gatshëm ta bëjë këtë, pasi e ka treguar qartë azi që halli i tij personal është më i madh se fitoria e Partisë Demokratike, apo se aseti kombëtar, apo se kauza popullore. Kështu që pa diskutim që mund të bëhet bashkë me Ramën për interesin e tij personal edhe ta votoj pro. Nuk kam ndonjë habi në këtë fazë nga zoti Berisha. Mund të kemi le të spekulojmë tani. Pra, nëse ti mendojnë që në qoftë se rrethi shtrëngohet shumë, mund të kemi një bashkim të votave në kuvend për të ndryshuar kushtetutën, për të zvogluar kompetencat e Spakut, ose për ta hequr fare Spakun. Me justifikimin, si të shumë, po them, komentatorë në mbrojtje të qeverisë, kanë patur që po bën puç grusht shteti, pra, po ndërhyjnë në kompetencat e qeverisë, pra, e një justifikim që shkon goxha, nuk mund të themi që nuk shkon. Dhe ndoshta Berisha bëhet baterit të Ramës, pasi sot opozita vërtet e Ramës është Spaku, dhe Spaku ka bërë një punë shkëlqyer duke futur shumicën e bashkëpunëtorëve të Ramës në burg dhe pa diskutim që e pandehur është Belinda, i pandehur është dhe Berisha, kështu që të gjithë janë për të shpëtuar drejtësisë dhe pse jo të bëhen gjithë bashkë për ta votuar. Nuk ma bit më asgjë.
për mua opozita ka humbur pronësinë e saj dhe është patëricë e pushtetit. Përsa kohë është Berisha në krye të leadershipit Partisë Demokratike, aq më stabil dhe po modësh Rama në pushtetin e tij. Kështu që nëse do t'i ribashkonte votat për ndryshime kushtetuese, për mua nuk do kishte asnjë lloj surprize. Pra, e mendon edhe ti që mund të ndodhë? Do surprizohesha po mos ndodhte. Në fakt, do surprizoheshe po të mos ndodhte, në fakt. Po. Dhe kjo do të thotë që sipas teje SPAK-u po e luan rolin deri tani mirë, përderisa ka arritur që t'i vendos në pozita mbrojtjeje. Mendoj që SPAK-u është opozita e vetme që kanë shqiptarët, është SPAK-u që po e zgjon nga gjumi. Qoftë opozitën, qoftë shqiptarët, ka bërë një punë të shkëlqyer dhe pa diskutim që duhet përgëzuar dhe suportuar që drejtësia të vihet vendet korruptuarit shkojnë aty ku kanë vendin në burg. Siç tha edhe zoti Altin Dumani para disa ditësh në Bruksel, po e ka përsëritur ai, që ka sulme nga krimi organizuar, nga media dhe nga politika ndaj SPAK-ut. Domethënë, të treja këto grupe të forta interesi kundër drejtësisë, sipas Dumanit. Pa diskutim që presioni besoj do ketë qenë i lartë, pasi në Shqipëri është hera parë që ndodh që gjithë këto individ me kaq shpesh të madhe politike janë pasekurave. Këtu dua të kujtoj Ilir Metën, ish president, Erion Velin, kryetar aktual i Bashkisë Tiranës, e pandehur zëvendës kryeministrja. Që janë në fund imra më përpara ne kemi parë një politikan të dënonte. Ishte sot ne kemi bërë progres në aspektin e drejtësisë, kemi arritur te llogaridhënia e pushtetarëve dhe pa diskutim që duhet suportuar SPAK-u dhe kjo është edhe një sinjal i fortë për shqiptarët, po dhe për gjithë politikanët e korruptuar, të cilët pasi shfrytëzojnë çdo lloj posti shtetëror që i jepet për të shërbyer, ato e zojnë për të përfituar, e kanë vendin pa diskutim në kur. Me që ma kujtove, kam edhe një gjë të fundit që lidhet me 21 janarin. Zoti Berisha ishte në SPAK si person në dieni, po themi, dhe bëri disa deklarata që sipas disa komentuesve edhe mund të mos i kishte bërë. Kur doli jashtë, pra me gazetarët, tha që nuk u godit nga kryeministria, tha, nuk u dha urdhër. Ndërkohë që zoti Meta ka shprehur dëshirën që të shkojë në SPAK si person dieni dhe zoti Berisha ka thënë që ai mund të ketë informacione të rëndësishme. Si të duket kjo çështja e 21 janarit tani së fundit? Unë i shndroj deklaratave të mia të mëparshme, unë nuk mendoj që 21 janari ka qenë vrasje shtetërore, nuk mendoj që ka qenë objektivi për të marrë 4 jetë atyre njerëzve të pafajshëm. Nuk besoj absolutisht që Partia Demokratike ka qenë fajtore apo organizatore apo ka qenë një vrasje me paramendim. Absolutisht jo, ajo ka qenë një fatkeqësi që ka ndodhur. Dhe pa diskutim personat cilët kanë dekaluar kompetencën e tyre dhe kanë qelluar, pa diskutim që duhen ndëshkuar edhe t'jepet drejtësi për familjarët e atyre personave që sot më nuk janë dhe të zbardhet e gjithë e vërteta. Është një çështje delikate, cilën preferoj mos komentoj dhe të lej drejtësinë me punën e saj dhe pastaj të zbardhet e vërteta për gjithë shqiptarët, për familjarët e tyre dhe për çdo person që e përdor këtë temë kaq delikate për ta bërë objekt bisede në çdo studio televizive. Dhe e përdor për politikë. Qartë. Nuk mund bësh politikë me jetën. Në fakt, kjo është një çështje që sipas gjykatës së Strasburgut konsiderohet krim shtetëror dhe ku të gjithë politikanët. Të gjithë politikanët do të nga Edi Rama tek unë nuk mendoj që ka qenë një vrasje me e paramenduar, pasi dua ta theksoj që nuk ka qenë Partia Demokratike organizatore e protestave në ato vite. Qartë. Mirë, Alesia, unë të falenderoj për bisedën, për praninë në studio dhe për opinionet. Ishte kënaqësi. Ishim me avokaten Alesia Balliu, folëm për disa çështje të aktualitetit politik në vend, vetëm një shkëputje dhe rikthehemi më njëherë për bisedën tjetër. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, në këtë bisedë të dytë, do të vijmë të flasim për aktualitetin politik në vend, por jo vetëm, disa zhvillime shumë të rëndësishme ndërkombëtare, të fokusuara tek
ajo se çfarë pritet të ndodh me Ukrainën në Ukrainë. Po përpara se të shkojmë te Ukraina, do të ngelemi në vend. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje drejt për drejt për këtë bisedë analistin Endri Tafani. Endri, të përshëndes dhe shumë faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit ju për ftesën. Sa e vështirë është për qeverinë, për zotin Rama, që të gjykata kushtetuese t'i jap të drejtë në kërkesën e tij për të anulluar masën e sigurisë së GKK-s, në këtë betejë midis qeverisë dhe GKK-s. Okej, atëherë më tepër se sa fati personal i Ramës, ne duhet na interesoj fakti se si do jepet zgjidhje e kësaj situate nga ana e gjykatës kushtetuese. Gjë që për komplikimet që ka vetë ky rast, më duket pak e vështirë, domethënë edhe vështirë edhe për të parashikuar, sepse duhet themi që kemi arritur për shkak se në Shqipëri nuk jepet dorëheqje. Pra ti akuzohesh dhe ti ngulesh me thonjë pas asaj karrige, detyrohet pastaj gjykata të heqë me një mënyrë apo në një tjetër, ose me burgim, ose në rastin e fjalë me pezullim. Sikur të kishte, ministri Balloku sikur të kishte dhënë dorëheqjen në momentin që dolën akuzat, ne nuk do ishim në këtë situatë tani. E njëjta gjë edhe në situatën me kryetarin e bashkisë. Sikur ai të kishte dhënë dorëheqjen në momentin që kishte akuzat të përballur me gjykatën vet, ne nuk do kishim atë situatë me Bashkinë e Tiranës. Pra, problemi në rast të parë është problem që është politik. Pra, duke qenë se ne kemi, domethënë, politika jonë në asnjë mënyrë nuk mendon që të japi dorëheqjen, dhe kjo e detyron pastaj gjykatën që të kalojë në veprimet e tjera për masat e ndalimit apo të bezullimit. Edhe ky është problemi i madh, sepse ligjet që kemi marrë ne janë ligje nga Europa, pra janë përgjithsisht ligje të Europës, dhe në ligjet e Europës nuk parashikohet që ti akuzohesh dhe je për ndjekje penale, domethënë akuzat bëhet publike dhe ti të vazhdosh të mbash postin. Pra, mënyra se si ne e kemi konceptuar ose e kemi marrë të konceptuar ka qenë me idenë që një person i cili akuzohesh normalisht si në çdo vend të Evropës jep të dorëheqjen dhe pastaj përballesh vetë me gjykatën. Pra, ne kemi një mospërputhje midis kuadrit ligjor në të cilin është kjo gjë, pra i bërë një kuadër për Evropën, për kulturën politike të Evropës, dhe jemi në një kulturë politike të Shqipërisë në të cilën politikanët nuk japin dorëheqjen. Dhe kjo është shkaku kryesor që ndodhin situata të tilla si me kryetarin e Bashkisë Tiranës, si me rasti konkret që është ministri. Dhe detyrojnë drejtësinë që të ndërmarrë një veprim që mund të jetë veprime në të cilat nuk është parashikuar qartësisht kjo gjë. Pra, në botë, kur ne kemi marrë ligjet dhe që ndonjëherë kemi kopjuar dhe si majmunët, domethënë verbatim, në botë nuk ka situatë të tillë, domethënë që të jesh me akuzë për korrupsion aq të rëndë me 10 prova çështje të jetë në gjykatë, ti të vazhdosh të rish akoma ministër apo të rish akoma kryetar bashkie. Bota e ka zgjidhur nëpërmjet mekanizmit të dorëheqjes. Kështu që nuk është parashikuar specifikisht në ligj që gjykata në qoftë se ky nuk vepron, gjykata të fillojë të veprojë në krau tjetër për masat e saj të parandalimit, siç është arrestimi me burg apo ndalimi daljes jashtë apo po themi pezullimi në posti publik. Që do të thotë se qëndrojnë deklaratat e Ramës për ndërhyrje në kompetencat e pushtetit ekzekutiv? Qëndrojnë këto deklaratat? Kjo është pikë pyetja e madhe. Tani ligji dhe për fat keq në Shqipëri ligjet i bëj me këmbë, ka shumë hapësira bosh. Një diçka e cila ne kemi në kushtetutë është që ministri ka një imunitet të ngjashëm me deputetin. Pra ti nuk mund të arrestosh një ministër apo ti bësh kontroll banese, sepse këto janë gjëra të cilat janë pjesë e imunitetit të një parlamentari. Nga krau tjetër, kemi faktin që tek kodi i procedurës penale, gjykata e parashikon që në qoftë se pra personi nuk jep dorëheqjen në këtë rast, pra është në kllapë kjo, dhe ka drejtën ta pezullojë nga funksioni publik
nga ai funksion publik me të cilin lidhet vepra penale për cilën akuzohet. Pra, sikur ministria për shembull të kishte bërë një aksident me makinë, nuk kishte kuptim që të pezullohesh në postën e ministrit. Pavarësisht se mund të jetë vepër penale, domethënë plagosje nga pagujdesia apo shkaktim aksidenti etj, pra që janë vepra penale. Por posti i saj si ministri nuk kishte të bënte me po themi me atë vepër për cilën mund të akuzohej. Por kur ti si ministre je akuzuar për korrupsion, pra për ndërhyrje në tendera, kryesisht, mbase mund të dalin dhe akuzat të tjera, pse që kanë të bëjnë me pastrim parashitor. Por kryesisht kjo pjesa e ushtrimit, që për mendimin tim është ushtrim ndikimit të paligjshëm apo shkelje barazisë në tendera që është akuzë zyrtare. Këto lidhen specifikisht me postin si ministre dhe duke qenë se ti akuzohesh për këtë gjë, atëherë gjykata sipas neni 242 Kodit të procedurës penale ka drejtë që të marrë masë pezullimin ndaj teje. Dhe masa pezullimit i jepet për 2 arsye. E para, duke qenë se ti ke kryer këtë vepër penale, ti mund të rrezikosh të kryesh prapë një vepër penale, pra ti mund të vjedhësh një tender tjetër. Nëse akuzohesh për vjedhje tender. Mund të manipulosh provat, mund të intimidosh dëshmitarët. Mund të manipulosh provat, pra mund të